Misioni Artemis 2 përbën një moment historik në eksplorimin hapësinor. Këta astronaut u nisën nga qendra e NASA për një fluturim që zgjati rreth 10 ditë, duke realizuar vëzhgime të detajuara mbi sipërfaqen hënore dhe planetin Venus, i cili shfaqej si një pikë ndritshme në errësirën e kosmosit. Kalimi mbi anën e herët të hënës i lejoi ekipazhit të përjetonte një eklips të përkohshëm të diellit, ndërsa ndërprerja e 40 minutësh e komunikimit me tokën u shndrua në një eksperiencë të veçantë në observimin dhe dokumentimin e sipërfaqes hënore. Astronautët ndanë përvojat e tyre me administratorët misionit pas përfundimit të fazës së vëzhgimeve, duke folur për emocionet dhe sfidat praktike të jetës në hapësirë. Kristan Koch, specialistja e misionit, shprehu entuziazmin e saj: "Nuk jam gati të shkoj në shtëpi, nuk mund ta besoj se diçka kaq e ngushtë nga brenda mund të fluturojë dhe prapë të jetë argëtuese çdo minutë." Piloti Victor Glover shtoi rëndësinë e përgatitjes së ushqimeve dhe sendeve personale, duke cilësuar eksperiencën si të jashtëzakonshme. Ky mision është gjithashtu një hap vendimtar drejt bazave të qëndrueshme hapësinore dhe misioneve të ardhshme drejt Marsit. Presidenti Amerikan Donald Trump përgëzoi ekipin përmes një lidhjeje telefonike, duke vlerësuar historinë që ata krijuan me krenari që sollën për SBA-n. Ekspertët e NASA-s nënvizojnë se Artemis 2 vendosi një standard të ri për eksplorimin njerëzor dhe shënon një kapitull të ri në historinë e hapësirës, duke treguar se udhëtimi për te hënës dhe synimi për Marsin nuk është më vetëm një vizion, por një realitet i prekshëm.